Së pari, ju përshëndes përzemërsisht. Java ishte një javë të nxehtë. E dominuar nga protesta në mbar vendin, në Tiranë dhe në një seri qarqesh të Shqipërisë kundër korrupsionit, arbitraritetit të kreut të Meduzës dhe Edi Rama dhe organizatës të kriminale. Por java ishte jave e zjarreve, e dhjetra zjarreve të shumta, të cilat kërcënuan jo në një, po në disa zonat banuara të vendit, banesa dhe jetën e qytetarëve. Përballë këtyre zjarreve, narkoqeveria vazhdonte vakancat. Edi Rama dhe ministrat e tij rreziteshin në diell, duke luajtur kumar dhe në indiferencë të plot të kësaj që ndodh. Por e mbi 2 javësh, me 10 qindra punojës heroik të zjarrfikseve dhe të tjerë janë përballur me guxim me zjarrën 4 anë të vendit. Asnjë qindark shtesë gjerë sot nuk kanë marrë përveç mashtrimeve të Edi Ramës. Pamjet e ushqimit të tyre janë mjerim. Është një njorim, një mosmirnjohje thellë e turpshme për sakrificën dhe djersën që derdhin. Rrezikun me të cilin përballohen këta burra, por dhe qytetarët. Ndërkohë, protesta rinore qytetare, uragani i lirisë vazhdon i pamposhtur. Ka dështuar me turp e gjithë përpjekja e Edi Ramës për ta përçarë të gjitha format e përdorura për kërcënim, miklim e tjerë ndaj tyre. Ajo protest është sot zëri i Shqipërisë në Europë dhe në botë. Pavarësisht nga indiferenca kriminale që qeveria dhe Edi Rama dëshmojnë ndaj saj, pavarësisht nga metodat e terrorizmit politik dhe psikologjik që përdoren ndaj protestuesve, asgjë nuk do të ndalë uraganin e lirisë pa triumfuar. Vjeshta është vjeshta e shqiptarëve, është vjeshta e lirisë, është vjeshta në të cilën qytetarët marrin në dorë fatin e tyre. Ndaj dhe ftoj çdo demokrat e demokrat të marrë pjesë në protestë,
të mbështes protesten me pjesëmarrjen e tij apo të asaj, si një kontribut historik për vendin, si një kontribut historik për të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit.